Fare pranë fillimit dhe në këto momente e ka dhënë sinjalin Shala, një sfida në 18 qershori, të parat me topin luajnë vendasit. Pasimi me njerëshëm të Kuran Berisha, ja rasti i parë për vendasit. Berisha tentimi, intervenon Jovanovski. Sa po nisi minuta 2, skuadra vendase Djeniti Sufi, ja Berisha e kthen mirë këtu te Sufi, çfarë mundësie, 1-0. Duka gjini në avantazh minuta 20. Djeniti Sufi me një goditje të sakt, i ndihmuar edhe nga shtylla, arrin të shënoj. Festa e vendase. Gol shumë i rëndësishëm. Lamqe për Jovanovski, çfarë gabimi e Kuran Berisha, 2-0. 2-0 duka gjeni minuta 41. Rakim mos veti dobët. Katastrofali portierit Jovanovski, apo më mirë thënë i portierit, nuk pati faj, një mbrojtjes portieri nuk pati faj këtu. Lamqe ishte ai që dha një bazim krejtësisht të gabuar aty. Do ta shohim pas pak. Edhe për sëritjen Duka gjini bën një hap të madh drejt fitores. Sheni këtu Lamqe e dhuron topin te Kuran Berisha, goli numër 11 i top sulmuesit të Duka gjinit. Pasimi prapa Labjani, mirë te Filip Gligorov që e kthen për mrekulli shtylla. E shpëton Duka gjinin sërish, Erion Sadriu afër të shënoj. Mbetët 2-0. Sadriu ullët, Samir Haxhi Musa. E pa besueshme. Nuk ka gol këtu. 3 mundësi për Berisha në Shabani, shojmë këto është goditur Shabani dhe ka penalti. Berisha i fiton penalti minuta 72, me njerë në konsultim me varin. Gjyqtari Alban Shala. Moment i rëndësishëm i kësaj ndeshje. Vjen sinjalizimi, Sadriu goditja, 2-1. Berisha i rikthehet në lojë 17 minuta para fundit. E qëlloj transversalen më herët Erion Sadriu në minutën e 47. Ja tani Pevçeli dhe Neziri. Mërlaku gjatë një e tepron. E humbi momentin për goditje. Altin Mërlaku që rëzohet tani. Alban Shala sinjalizon në korner protesta e Munishit. Kërkohet penalti, të shojmë. Qojmë vendimin, e ka marrë tashmë Alban Shala. A do të kemi penalti. Dhe është 11 metrësh. Penalti për Duka gjinin. Pas 26 parasitjeve, vetëm një asist e ka Elton Bastri, shënon Duka gjini me anë të kapitenit. Goli i parë i sezonit. Elton Bastri u nderua në këtë mënyrë nga pjesa tjetër e skuadrës. Të 3 pikët e arta, më të ëmbla të sezonit janë këto për Duka gjinin, që siguron pjeteshën do t'jetë pjesë Superligës. Edhe për edicionin e ardhshëm Duka gjini Ismet Munishit ka fest në 18 qershori. Duka gjini fiton, feston, mbetet në Superligë, 48 pikë, pozita 6 momentalisht.